Faleminderit kryetar, në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, dua sot të përgëzoj qeverinë për sjelljen në kuvend, jo vetëm të buxhetit më të madh në historinë e Shqipërisë, por mbi të gjitha për faktin se kjo shumicë, kryeministri dhe qeveria e mbajtën fjalën që u dhan pensionistëve dhe që populli shqiptar na besoi në shumicë si asnjëherë tjetër në 11 maj për të rritur me këtë buxhet që miratojmë në fund të këtij procesi që nis sot të pensioneve në këtë vend. Është, e dim gjithë, pensionet janë pjesa më e vështirë e politikës financiare të një vendi, por besoj që e bashkëndani dhe ju bashkë me ne, vlerësimin se Shqipëria nuk është më ai vendi që mezi rrin këmbë, e që nuk ka më mundësi të rrisë pensionet, dhe ne sot jemi shumë krenar para popullit shqiptar të themi që fjalën që dhamë e mbajtëm, zotimin që u dhamë pensionistëve e mbajtëm, dhe sot jemi në ditën kur zyrtarisht në kuvendin e Shqipërisë fillojmë të komunikojmë shifrat historike të këtij buxheti. Pensionistët jo vetëm që do të marrin në muajin dhjetor bonusin e fundvitit që tani më e kemi kthyer në traditë, por do të kemi edhe një rritje të shtrirë për gjatë 12 muajve të vitit 2026 dhe konkretisht sipas kategorive në fund të këtij mandati historik që shqiptarët na kanë besuar, të arrijmë që pensioni mesatar të shkojë si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota e pune të shkojë në 400.000 lekë. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht në të paktën 220.000 lekë. Pensioni rural, atë pensionin që kur erdhi në 2013 as nuk ekzistonte, ta gjem nuk ekzistonte, se se dini. Por ne synojmë ta çojmë në 180.000 lekë. Pensionin familjar të shkojë në 180.000 lekë dhe pensioni invaliditetit të shkojë në 300.000 lekë. Prandaj, nga janari vitit 2026, pensionet kemi vendosur që të rriten çdo muaj. Dhe këtu nuk përfshihet as bonusi dhe as indeksimi vjetor. Ajo është diçka tjetër që do të vazhdojë. Sot flasim para jush vetëm për rritjen që është planifikuar në buxhet. Pensioni urban në vitet për ata që kanë vitet plota pune do të rritet për çdo muaj me 1.800 lekë. Dhe nëse do të bënim një llogari për gjithë ata që ndoshta matematikën e kanë lënë vështirë në kurrikulën e tyre arsimore, nëse do t'i referoheshim vetëm pensionit urban për vitet plota pune, për vitin 2026 çdo pensionist do të marrë 216.000 lekë më shumë vetëm rritje pa indeksim dhe pa bonus. Për vitin 2027 do të marrë 432.000 lekë shtesë. Për vitin 2028 do të marrë 648.000 lekë dhe për vitin 2029 do të marrë 864.000 lekë më shumë. Të thëna gjitha këto, fal kësaj qeverie, ky pensionist në fund të këtij procesi do të ketë marrë 2.160.000 lekë më shumë se sa merr deri tani. Kjo është për pikën e parë. Për pjesën tjetër, besoj që e bashkëndajmë edhe lajmin tjetër të mirë. Nga 1 janari 2026, fal këtij buxheti rritet paga minimale për 307.850 punonjës në këtë vend do të shkojë rroga minimale 500 euro. Dhe nga ajo që do të lexonin në buxhetin e shtetit, jo vetëm pensionistët do të marrin 100 milion euro më shumë, në 2027
siç u thash, do ta dyfishojmë në 200 milion e me radhë, dhe totali i rritjes buxhetore, mbështetjes buxhetore për pensionistët shkon 1.7 miliard euro. Sa i përket pagave, jo vetëm paga minimale, janë dhe një sër pagash të tjera në sektorin shtetëror. Jam shumë krenar si kryetari i grupit, por si ish ministri i brendshëm, t'jap dhe lajmin e mirë punojësve të policisë shtetit, të Gardës Republikës, që ajo që nuk e arritëm dot një vit më parë në rritjet e pagave tyre, ndodh në buxhetin e shtetit të vitit 2026. Në përfundim të kësaj hyrje që kishte të bënte me debatet që kemi zhvilluar në konferencën e kryetarëve, informoj Kuvendin se Ministri i Financave të Republikës së Shqipërisë bëri prezantimin siç përcakton rregulloria, ligji për menaxhimin e buxhetit në konferencën e kryetarëve, dhe kalendari synon që buxheti të diskutohet në parim në seancën e datës 19 nëntor dhe në seancën e datës 11 dhjetor duhet të votohet nën për nën dhe në tërësi. E prandaj i takon komisioneve parlamentare që javën e ardhshme të fokusohen tek aktiviteti i tyre në komisione me ministrat përkatës sa i përket miratimit në parim të buxhetit, për të rikthyer menjëherë pas datës 19 dhjetor për ta diskutuar, miratuar në komisione nën për nën dhe në tërësi, për t'i hapur rrugë miratimit të këtij buxheti brenda afatit përcaktuar nga ligji për menaxhimin e buxhetit, që është 15 dhjetori. Koha në dispozicion është koha mjaftueshmërisht e pranueshme për diskutimin e këtij buxheti. Prandaj, zoti kryetar, i ftoj kolegët ta miratojmë kalendarin e posaçëm të këtij buxheti, duke votuar për kalendarin, duke votuar për këtë buxhet, votoni edhe për prindrit tuaj pensionistë, votoni për gjithë ata pjesëtar të administratës publike që mezi presin rritjen e pagave. Faleminderit gjithëve.